duke kthyer kokën pas, ndërkohë që jemi të gjithë bashku të fokusuar tek njëri nga aspektet më të vështira të procesit negociatave, që është aspekti i mjedisit, ku pa diskutim mënyra se si shihen, se si trajtohen dhe se si promovohen zonat e mbrojtura është një pjesë strategjike e gjithë këtij kompleksi që lidhet me natyrën që na rrethon. Dhe duke kthyer kokën pas, pa diskutim që ka shumë arsye për të qenë krenar për ku jemi sot. Kam parasysh se na u desh një dekadë më parë të bëjmë 2 ndërhyrje shumë radikale për të siguruar marrjen e një kthese të domosdoshme në kushtet kur qoftë prerja e palishme e pyjeve, qoftë gjuetia e palishme, ishin bërë plagë reale që zgjeroheshin mbi trupin e natyrës së Shqipërisë. Dhe sot mund të shikojmë me krenari rezultatet e 2 moratoriumeve që aso kohë krijuan debat dhe u pan me shumë dyshim. Qoftë në aspektin e ripërtritjes së pyjeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së faunës në Shqipëri. Nga ana tjetër, zonat e mbrojtura dhe në tërësi territoret e natyrës në Shqipëri ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndërtimeve të palishme, ishin në agresionin e vazhdueshëm të ndotjeve të gjithë farllojeve, dhe më vjen shumë mirë që sot bilanci flet për një ulje të konsiderueshme të krimeve mjedisore, për një vënie në një kontroll të konsiderueshëm të territorit në aspektin e mbrojtjes së mjedisit nga agresioni i ndërtimeve paleje,